Gazetarja Klodiana Lala ka zbardhur detaje të reja nga atentati mafioz që tronditi vendin një ditë më parë pranë aeroportit të Rinasit, ku ekzekutua Gilmando Dani, një emër i njohur për lidhjet e tij me botën e krimit. Lala komenton pamjet e siguruara të cilat tregojnë me qartësi momentet e atentatit dhe mënyrën e veprimit të autorëve. Autorët kanë vepruar si trupa paramilitare ose komando. Në momentin që njëri prej tyre është në aksion, një tjetër del pas tij duke i mbrojtur krahët. Janë 3 persona të veshur me të zeza dhe me kapele që dalin dhe qëllojnë drejt makinës, shprehet gazetarja. Sipas Lalës, pas breshërisë së parë me arma automatike, njëri prej atentatorëve i afrohet mjetit dhe ndërhyn nga dera e pasagjerit duke e qelluar sërish në mënyrë të drejtë për drejt Gilmando Danin, i njohur si krau i djathtë Emiliano Shullazit. Njëri nga autorët afrohet në makinë, hap derën e pasagjerit dhe qëllon sërish drejt Danit. Ai madje lë Kalashnikovin në tokë përpara se të përdor pistoletën, ndoshta për të pasur një goditje më të saktë, tregon gazetarja. Në pamjet e publikuara ditën e sotme, shihet momenti kur automjeti tip Mercedes-Benz ku udhëtonte Dani i bëhet prit nga një automjet që kishte hapur krau në anë të rrugës. Sapo afrohet automjeti ku ndodhej Dani, 3 persona dalin nga makina dhe zbrazin karikatorët në drejtim të makinës e cila ndalon pas disa metrave. Më pas një tjetër person afrohet pa nxitim drejt automjetit. Në një moment ati i ngec arma dhe një tjetër person afrohet dhe i jep një tjetër armë njërit prej autorëve dhe ai afrohet drejt mjetit ku qëllon sërish me armë për të siguruar mbi vdekjen e shënjestrës së atentatit.